Mirë, kjo ishte kronika. Faj, si ka mundësi që ndodhë një gjarë e tillë dhe në fund fare e kujt është përgjegjësia? Sepse po bisedonim dhe para fillimit të emisionit, pra që ti të shkosh në spital, përveç rasteve të emergjencës që është akute, pra një apendicit, një infarkt, pra që kërkojnë padyshim ka përcejën për protokolle, normalisht që ti të shkosh në spital, edhe për ne që jemi njerëz të lirë, normalisht ti duhet shkosh te një mjek i përgjithshëm. Mjeku i përgjithshëm pastaj bën kontrollin e parë dhe ai thotë, "Okej, duhet shkosh te filan, ku diun, te infektivi apo te kardiologu etj. Pra ideja është që ky zotëria që e pam nga fotot, jo vetëm që nuk ishte smur, por rrahu dhe polisin rrugës, iku me vrap, pra vrapoi, nuk e kapi as plumbi i polisit tjetër. Pra edhe temi ku është përgjegjësia këtu, se është kollaj që ne themi policia. Sigurisht policia ka përgjegjësitë e vet, apo domethënë kush si mund ndodhi një ngjarje e tillë? Jo, duhet se kur mbaj mend kur lëvizte Dritandajti që shkonte vizitoi, duket edhe Emiliano Shullazi, bllokoi gjë Tirana. Merren masa shtesë sigurie. Bllokoi gjë Tirana. Çka ka not, po ikën filani se po shkon kuroj veshka për shkakun. Pra, Diego, ndërkohë ky personazh është po një njëjta kategori, ikën me vrap. E drejta për të marrë shërbim shëndetësor e ka çdo njeri dhe çdo i përgosur. Protokolli është i njëjtë ama. Por ka një ndryshim. Pra, kemi rastet emergjente, ku një i burgosur paraqet raste emergjente, është pjesa e parë është kontakti me infermierin e institucionit dhe me mjekun i cili ndodhet në institucion. Ato bëjnë verifikimet momentale dhe ndajnë cila diagnozë është dhe ku duhet trajtuar dhe në ç'nivel paraqitet gjendja shëndetësore e të paraburgosurit. Pastaj njoftohet zinxhiri drejtues i policisë së institucionit. Policia e brendshme e këtij institucioni merr gjitha masat për të kryer një shoqërim të caktuar. Merr masat duke parë rrezikshmërinë që paraqet personi. Pra, kur kemi të bëjmë me një person i cili ka një akuzë mjaft të rëndë, ku paraqet rrezikshmëri të lartë për të kryer qoftë dhe këtë lloj tentativa arratisje, apo edhe rastin ku mund të sulmohet në një moment të caktuar, sepse lëvizja në këtë lloj institucionesh, siç është institucione shëndetësore, që ti nuk i ke në kontroll të vazhdueshëm dhe nuk arrin dot të bësh rikondicionin e gjithë zonës për shkak se është institucion i publik dhe mund të hyjë dhe dalë çdo lloj njeriu, dhe duke ditur që problemet shëndetësore janë nga më kryesore që përdoren për të kryer tentativa arratisje dhe janë ndër vite kanë treguar që janë më të suksesshme për të analizuar një arratisje të tillë, institucionit i lën për detyrë të marrë disa masa shtesë. E para, nuk shoqërohet